Betejë e Albulenës, dita kur Skënderbeu I tregoi botës se perandorit mund të thyen me mendje. Vera e vitit 1457 nuk ishte thjesht një stin lufte për shqiptarët. Ishte një provë ekzistence. Pas rënies së Konstantinopojës në vitin 1453, Mehmeti I nuk ishte më vetëm një sultan fitimtar, por simboli I një makinerie perandorake që dukej e pandalshme. Kur ai dërgoi drejt Shqipërisë një forcë të madhe osmane nën komandën e Isa Bey Evrenozit dhe Hamza Kastriotit, synimi nuk ishte vetëm një ekspeditë ndëshkuese. Ishte prerja e kokës së rezistencës, eliminimi I Skënderbeut. Betejë e Albulenës, e zhvilluar më 2 shtator 1457, konsiderohet gjerësisht si një nga fitoret më të mëdha dhe më të shkëlqyera ushtarake të Skënderbeut. Në letër, gjithçka dukej e mbyllur. Burimet japin për osmanët shifra që lëvizin afërsisht nga 50.000 deri në 80.000 trupa, ndërsa Skënderbeu kishte vetëm rreth 8.000-10.000 luftëtarë. Përballë një hendeku të tillë numerik, logjika e zakonshme do të pranonte humbjen. Por këtu hyn ndryshimi mes një komandanti dhe një gjeniu strategjik. Skënderbeu nuk e pranoi kurrë betejën sipas kushteve të armikut. Kjo është madhështia e Albulenës. Ajo nuk ishte fitore brute, por fitore e trurit mbi forcën. Skënderbeu u tërhoq ufshe, la gjurmë që ngjanin si aratisje, I lejoi osmanët të besonin se Shqipëria ishte thyer. Pikërisht kjo ishte kurthi. Ndërsa ushtria osmane endej me vetë kënaqësi në zonën e Ujbardhës, e bindur se kundërshtari ishte zhdukur, shqiptarët nuk ishin mundur, ata po prisnin çastin. Burimet përshkruajnë se osmanët, pas muajsh pa përballje vendimtare, ranë në pakujdesi dhe humbën vigjilencën. Dhe kur erdhi goditja, ajo nuk ishte thjesht sulm. Ishte tronditje psikologjike. Më 2 shtator 1457, forcat e Skënderbeut u ribashkuan dhe lëshuan një goditje të befasishme mbi kampin osman. Në rrëmujen e krijuar, osmanët u përballën jo vetëm me shpatat shqiptare, por me një iluzion të krijuar me mjeshtëri, se përballë kishin një forcë shumë më të madhe se sa ishte në të vërtetë. Në betejë të tilla, frika vret po aq sa shpata. Dhe Skënderbeu e dinte këtë. Këtu qëndron thelbi që shpesh humbet kur historia rrëfehet vetëm me tone romantike. Albulena nuk ishte thjesht akt trimërie shqiptare. Ishte një operacion I sofistikuar mashtrimi ushtarak, pritjeje, durimi dhe goditjeje në momentin kur armiku ishte më I dobët mendërisht. Pra, nuk ishte vetëm fitore e krahut, ishte fitore e leximit të armikut. Skënderbeu kuptoi diçka që perandorit e harrojnë shpesh, sa më e madhe ushtria, aq më I madh dëmi kur I shembet besimi. Pasojat ishin shkatërimtare për osmanët. Burimet japin humbje osmane shumë të rënda, me rreth 15.000 të vrarë dhe mijëra të tjerë të kapur rob, mes të zënëve ishte edhe Hamza Kastrioti. Fitoria forcoi ndjeshëm moralin e rezistencës shqiptare dhe u pa si kulmi I artit ushtarak të Skënderbeut kundër perandorisë osmane. Por Albulena ka edhe një dimension më të dhimbshëm, tradhtim. Fakti që në anën osmane ndodhej Hamza Kastrioti, nipi I Skënderbeut, I jep kësaj betejë një peshë dramatike që e tejkalon luftën e zakonshme. Shqipëria e shekullit XV nuk përballej vetëm me ushtritë e sultanit, përballej edhe me plagën e përhershme të historisë son, shqiptarin kundër shqiptarit, gjakun e shitur për interes, lidhjen e fisit të kthyer në armë kundër atveu. Dhe ndoshta pikërisht për këtë Albulena mbetet kaq aktuale edhe sot. Jo sepse na kujton vetëm një fitore, por sepse na kujton se armiku më I rrezikshëm nuk vjen gjithmonë nga jashtë. Ky është mësimi I madh I Albulenës. Popujt e vegjël nuk humbin sepse janë të vegjël, humbin vetëm kur pranojnë të mendojnë si të mundur. Skënderbeu nuk e fitoi këtë betejë sepse kishte më shumë njerëz, më shumë arë apo më shumë armë. E fitoi sepse kishte më shumë vizion. Ai e kuptoi se kur nuk e mundot perandorin me peshë, duhet ta rrezosh me hutim, kur nuk e copton dot me numra, duhet ta çash me mendje. Prandaj betejë e Albulenës nuk është thjesht një faqe lavdie në historinë shqiptare. Ajo është provë se madhështia e një kombi nuk matet gjithmonë me territor, as me popullsi, por me aftësinë për të mos u përkulur kur gjithçka duket e humbur. Më 2 shtator 1457, në një fushë shqiptare, bota pa diçka që perandorit e urrejnë, se edhe ato mund të poshtërohen. Dhe kjo është arsyeja pse Skënderbeu nuk mbetet vetëm hero I yni. Ai mbetet një nga figurat më të rralla të historisë europiane që provoi se liria nuk mbrohet vetëm me forcë, por me zgjuarsi, durim dhe vullnet çeliku. Në Albulen, ai nuk mundi vetëm një ushtri osmane. Ai mundi vetë bindjen se fati I të vegjëlve është të zhduken.